Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, jemi sërish në transmetim të drejt për drejt nga Radio Televizioni Ora News, nga ku do të vijojmë sonte me një temë të veçantë, tepër interesante. Do të diskutojmë sonte rreth të qenurit të lumtur. Në fakt Zoti ju ka dhënë shumë mundësi njerëzve për të qenë të lumtur, por sa i shfrytëzojnë njerëzit këtë mundësi? Për të diskutuar kësaj teme, unë kam dy të ftuar mjaft special sonte. Na nderon me pjesëmarrjen e tij nënkryetari i Komunitetit Musliman të Shqipërisë, Zoti Gazmin Aga, mirë se erdhët Zoti Aga. Si dhe drejtori i thirrjeve në Komunitetin Musliman të Shqipërisë, Zoti Elvis Naçi. Para se të fillojmë me bisedën, të nderuar teleshikues, unë dua të rikujtoj edhe një herë postën tonë elektronike nga ku ju mund të na shkruani në lidhje me temën që ne trajtojmë dhe të ftuarit tanë do t'ju përgjigjen pyetjeve tuaja. Me syrën e zemrës @viznews.com. Zoti Aga, në përgjithësi njerëzit kanë shumë mundësi për të qenë të lumtur. Por çfarë është lumturia sipas Islamit? Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, krijuesit të gjithë botrave. E falenderojmë Zotin e Madhnueshëm për gjitha të mirat dhe begatitë që na ka dhënë, që po na jep dhe që do të na jap inshallah. Në radhë parë do doja të përshëndesja të gjithë ata besimtarë dhe besimtare që kanë agjëruar në këtë ditë. Jo vetëm ata që janë në Shqipëri, por edhe ata shqiptarë që janë në të gjithë botën, dhe i përshëndesim edhe në emër të Komunitetit Musliman të Shqipërisë. Në fakt, pyetja që bët ju do të thoja që është dhe vetë çelësi i lumturisë, sepse është kjo pyetje përgjigjja e cilës nuk është gjetur dot as nga shkenca. Është lumturia një ndjenjë, është një fenomen, është e lindur me genin, apo është diçka që dhurohet nga Zoti? Në fakt, sot do të shikojmë shumë tregtarë të lumturisë. Ka nga ata që mundohen të shesin lumturinë duke thënë blini një bilet dhe do të bëheni të lumtur, ose ndiqni dietën dhe do të bëheni të lumtur, ose bëheni dhe ju yje të sportit dhe të artit dhe ju do të arrini lumturinë. Por feja na mëson se receta e lumturisë nuk gjendet asnjëherë për sa kohë që në këtë recetë nuk ndodhet besimi në Zot dhe veprat e mira. Njeriu i cili është i shkëputur nga krijuesi i tij, nga krijuesi i gjithësisë, ka ai që e njeh atë më mirë se çdo kund, asnjëherë nuk do ta gjetë lumturinë. Dhe po të kthejmë edhe një herë se ç'është lumturia. Do thoya se lumturia është të dish se është dikush që të ka krijuar. Është dikush që të jep gjithmonë të mira dhe begati dhe që të njeh më mirë dhe se sa vete jote. Pra ju thoni që lumturia ka të bëjë direkt me njeriu. Cilët janë këta komponentë të njeriu që kanë të bëjnë me lumturinë? Do thoya se komponentët e njeriut janë të ndryshëm, duke filluar nga shpirti, zemra, trupi apo mendja. Dhe një person i kompletuar, një besimtar i kompletuar, që do t'i jap lumturinë vetes tij dhe njerëzve përreth, duhet i plotësojë këto komponentë. Zoti Naçi, do të përshtuar? Para se të filloja në këtë muaj të nxehtë të gushtit, i bëj një urim nga thellësia e zemrës dhe e shpirtit të gjithë agjëruesve dhe agjëruesve. Dhe Zoti i gjithësisë uroj dhe e lut atë që t'ia mbushi zemrat me lumturi dhe me gëzim dhe t'i hedhë begati të panumërta në familjet e tyre dhe në gjithë ato njerëz që i kanë në zemrat e tyre. Ne po flasim për një temë e cila janë mbledhur sociologët, janë mbledhur psikologët, janë mbledhur shkencëtarët, mjekët dhe e shikojnë në prizme të ndryshme dhe në këndvështrime të ndryshme. Por kam frikë se një pjesë e madhe e njerëzve kanë harruar edhe atë që është më kryesori. Ai që i krijoi dhe mjekët, i krijoi dhe sociologët, i krijoi dhe psikologët, e krijoi njerëzinë, e krijoi sistemin diellor dhe e krijoi gjithësinë. Ne duhet të kuptojmë diçka që prandaj ndryshon besimtari nga jo besimtari. Besimtar do të thotë pranosh që ka një Zot i cili të krijoi. Dhe të pranosh me vetdije dhe me besim të sinqert që i gjithë ky univers nuk është në mënyrë kaotike i krijuar, por ka një krijues të madhërisëm. Dhe në të njëjtën kohë të pranosh dhe të besosh që edhe ti si krijesë esenciale e këtij universi je i krijuar nga ky Zot. Këtu pastaj zgjidhet shumë thjesht çështja e lumturisë, sepse ai i cili të krijoi dhe të krijoi në këtë tokë në cilën ne jetojmë nuk të la jetim. Por bashkë kur të krijoi, të bashkangjiti dhe një platformë hyjnore, një skemë hyjnore dhe një manual hyjnor i cili quhet Islam.
i përkthyer në gjuhën tonë të këndshme dhe të bukur do të thotë paqë dhe dorëzim ndaj Zotit i cili neve na krijoi. Kush jeton me këtë manual, kush e kupton atë mirë, kush jeton me Zotin që e krijoi, padyshim e ka shumë të lehtë të jetë i lumtur në jetën e kësaj bote, edhe në botën tjetër kur do të dalim përpara Zotit. Në fakt, në jetën e përditshme apo në ambientet ku ne jetojmë, ne shikojmë shumë njerëz që pavarësisht se kanë shumë mundësi materiale, shpirtërore për të shfrytzuar, nuk u din vlerën tyre. Për shembull, një njeri në të shumtën e rasteve nuk e di vlerën syrit për sa kohë i ka të dy, apo nuk e di vlerën dorës për sa kohë i ka të dyja. A mund të jepni disa raste për ta ilustruar këtë gjë? Do thoja që pikë së pari është ajo që neve duhet të kuptojmë gjërat sipas këndvështrimit që neve Zoti na mësoi. Çfarë do thotë që ti kesh gjithë dhe mos jesh i lumtur? Do të thotë që nuk e ke kuptuar se pse je krijuar, për çfarë jeton jetën e kësaj bote, për çfarë të krijoi Zoti dhe si arrihet lumturia. Shumë gjëra që i përmendin njerëzit që pretendojnë që janë të lumtur, ato janë gjëra vetëm materiale. Po siç tha nën kryetari i komunitetit musliman, nuk është vetëm njeriu materie. Ai është edhe shpirt, pjesë esenciale e tij është edhe zemra, pjesa kryesore e tij është mendja. Ka nevojë që njeriu të ketë përmendje në dituri, ka nevojë që të ketë një zemër të sinqertë dhe të mbushur me dashuri, ka nevojë të ketë një shpirt të kristalt dhe ka nevojë që trupin apo atë materien që ne themi padyshim të japë asaj gjitha ato që ajo e meriton. Njerëzit, unë mund të them diçka e cila më ka ngelur mend nga një i njohur, nga një mik. I ndroi jetë djali i tij. Në moshë të re, moshën 25 vjeçare. Dhe sa herë ulesha dhe bisedoja, më bënte përshtypje që thoshte diçka. Njerëzit janë të lumtur, po nuk e kuptojnë. Sepse ky njeri i nderuar, ky miku im, i cili kur i ndroi jetë fëmia thoshte diçka. Kam qenë shumë i lumtur përpara, por nuk e kuptoja. Tani që djali im iku nga kjo botë, sikur ai ishte në jetën e kësaj bote, unë do të isha njeriu më i lumtur në botë. Dhe ai ka një mision, i thot njerëzve, të cilat i kanë edhe duart që ju përmendët, i kanë edhe këmbët që ju përmendët, e kanë edhe mendjen, e kanë dhe zemrën, e kanë dhe shpirtin, e kanë dhe pasurinë, e kanë dhe nënën, e kanë dhe babain, e kanë dhe vllajën, e kanë dhe motrën, e kanë bashortin, i kanë dhe fëmijët, i kanë gjitha të mirat e Zotit gjithësisë, që shumë herë kujtojnë se ja ka Zoti për borxh që ja ka dhënë. Ai ka një përgjegjësi, ai ka një moral, ai ka një kuptim. Sa Zoti i dhuroi, patjetër ne duhet ta kuptojmë. Dhe ky njeri dhe unë e them haptas që ne jemi shumë të lumtur. Dhuratat e Zotit për ne janë të pafundme. Ne vetëm duhet i kuptojmë, ti menaxhojmë ato mirë, mos ta shkatrojmë veten tonë me ato të mira që na jep Zoti dhe lumturia është me ne. Në fakt do të na erdhi në mendje një histori e një vite më përpara kur isha student në mediat turke, kam parë ishte një sëmur rreth 75 vjeç, me sa kujtoj, dhe ishte rreth 50 cm. Një pjesë e gjymtyrëve nuk i punonte dhe ai vetëm falenderonte Zotin gjatë gjithë ditës. Do thoya që të djaga po. Falënderimi vet është quhet ndryshe edhe fryti i pemës së krijimit. Sepse të dish atë që ke dhe të falenderosh Zotin për atë që ke. Do thoya që është një nga çelësat e lumturisë. Vetë krenaria e njerëzimit, profeti Muhammed, paqja dhe shpëtimi i Zotit qoftë mbi të, shpesh herë i mësonte shokët e tij dhe automatikisht na mëson dhe neve, dhe është edhe në Kur'anin e Kerim mësimi që mos shikoni të mirat e të tjerëve, por falenderoni Zotin për të mirat që keni ju vetë. Sepse gjithmonë mund të ketë një person që duket më i lumtur se ne. Komponentët e cilin ndoshta për ne nuk është e tillë. Më kujtohet këtu historia e Hazreti Ejubit, ku pavarësisht gjithë sëmundjeve që kishte, ai prapë ishte i dorëzuar përballë vullnetit të Zotit. Pikërisht, sprovat që ne kalojmë gjatë jetës nuk duhet i quajmë si pengesat tona të lumturisë. Sepse përsëri profeti thotë që është për të habitur, thotë, me gjendjen e një besimtari. Ai kur i vjen një diçka e dëmshme ose një fatkeqësi, çfarë bën? Duron. Ndërsa kur i vjen një mirë, ai falenderon Zotin. Dhe ai është çelësi i lumturisë, besoj. Patjetër se po, sepse vetë shpirti dhe mendja, për të kthyer edhe një herë komponentëve kryesorë të njeriu, për të cilët ne duhet dimë se çfarë duhet bëjmë me këto. Ashtu siç ne ushqejmë trupin ton, stomakun ton, çdo ditë, në mënyrë të vazhdueshme. Në të njëjtën mënyrë kemi edhe anën tonë tjetër që duhet të ushqehet, që është shpirti. Dhe në lidhje me këtë, Islami sjell një anë tepër të rëndësishme se si mund të ushqehet shpirti, ku është interesant që, për shembull, të gjitha adhurimet kanë një kohë për të zbatuar. Por ushqimi i shpirtit, përveç namazit, agjërimit, zeqatit, haxhit dhe tjerë, është një çelës që quhet
dhikrullah, zikri ose përmendja e Zotit, përmendja e krijuesit të gjithësisë. Stiaga, a mendoni se shqiptarët janë të lumtur si popull? Po lexoja disa statistika të një studimi nga Gallup World, statistikat e vitit 2009, ishte një kampion rreth 5.000 persona nga 155 shtete. Dhe Shqipëria renditej 103-a për sa i përket lumturisë së popullit. Cilat janë shkaqet që kanë renditur Shqipërinë kaq mbrapa? Ndërkohë që Kosova, gjatë asaj kohe, mendoni Kosovën e 2009-s, renditej 53-a. Do thoya që kur kalon një periudhë të vështirë për sa i përket aspekteve materiale dhe ekonomike, shumë njerëz mashtrohen dhe lidhin lumturinë direkt me për sa kohë që je i pasur dhe ke të mira materiale quhesh i lumtur. Ndërkohë që shpirti dhe mendja nuk mbushet as me para, as me pozitë, nuk mbushet me asgjë që ne mendojmë që mund të na bëjë të lumtur. Edhe mendja, përveç shpirtit, ka një rëndësi të veçantë. Një person i cili mbush mendjen me detyrimin e Zotit, një person i cili gjithmonë është i vetëdijshëm dhe gjithmonë e di se është i përkohshëm në këtë tokë. Nuk ja vlen që të lidhim zemrën tonë me këtë botë. Sepse profeti na mëson se nëse doni të thotë bëni të lumtur, mos e vendosni paranë dhe ekonominë primare në jetën tuaj. Ndoshta të thoya që është mungesa e besimit në disa njerëz që për sa kohë kanë mungesë të materjes, ka mungesë pasurisë, ndoshta mund të kenë thënë që janë jo të lumtur, por unë mendoj që shqiptarët janë nga popullit më të lumtur në botë. Zotin Naçi, ju? Ka një moment që ta bëjmë pak më praktik lumturinë. Çështja e lumturisë nuk është çështje e cila është edhe disa e shikojnë, disa jo. Ne nuk ka nevojë për mikroskop elektronik që ne ta shikojmë. Çështja e lumturisë ka nevojë për stërvitje. Ka nevojë që njeriu ta kuptojë se si, domthonë themeli i saj është si ne mund të jemi të lumtur. Për shembull, do të japi shembull konkret me futbollin. Sot gjithë ekipet e futbollit po bëjnë fazën përgatitore që nesër kur të fillojë kampionati ato të futen në fushë dhe të jenë të fuqishëm. Kurse ne çfarë bëjmë? Duam të jemi të lumtur pa e kuptuar se si vjen lumturia dhe në të njëjtën kohë nuk kemi përgatitur fare për të. Është si çështja e një futbollisti që s'ka bërë fazën përgatitore dhe futet në fushë, nuk ka për të arritur kurrë lojën. Dhe njerëzia, pse tham edhe në fillim që është shumë interesante, skema hyjnore është e qartë se si njeriu të jetë i lumtur. Jo pa qëllim, Kurani famlart, kur shpallja dërgohet tek profeti Muhammed, thënia e parë, folja e parë në mënyrë urdhërore çfarë thotë? Lexo në emrin e Zotit tënd. Që do të thotë që njeriu nëse nuk i kupton mirë gjërat, nuk është i dishëm, nuk është i qartë në meditimin dhe në perceptimin dhe në vizionin e tij, është shumë e vështirë të jetë i lumtur. Victor Hugo thot një shprehje shumë të bukur: atje ku hapet një shkollë, aty mbyllet një burg. Kurse Kurani famlart, Zoti i gjithësisë, i cili krijoi gjithçka, i drejtohet profetit Muhammed dhe i thot: o Zot, thuaj Muhammed, o Zot, më shto çfarë? Pasurinë, më shto pushtetin. Thuaj, o Zot, më shto diturinë. Gjëja e parë që njeriu të krijojë një diapazon të qartë për jetën që jeton në jetën e kësaj bote, është një njeriu të furnizojë mendjen e tij me dituri. Në të njëjtën kohë, ne shtrojmë një pyetje: pse Zoti i gjithësisë urdhëroi që çdo musliman dhe muslimane e ndershme të falet 5 herë në ditë nga 5 minuta është 25 minuta një telenovel? Pse është kjo? Pse një besimtar duhet falet 5 herë në ditë? Sepse shpirti ka nevojë të ushqehet, të jetë i qetë dhe i lumtur dhe në komoditetin e vet, që të japi ushqim njeriu vetes tij, shpirtit tij 5 herë në ditë. Jo pa qëllim, tha profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të, o besimtar, tha, është një organ në trupin e njeriu që nëse ai është në rregull, e gjithë qenia do të jetë në rregull dhe e lumtur. Nëse ajo nuk është në rregull, i gjithë njeriu do të jetë në problem. E pyetëm kush është i dërguari i Zotit? Tha, ajo është zemra. Kur ajo është e paqshme, kur ajo ka dashuri, kur ajo ka mirësi, kur ajo ka mëshirë, kur ajo ka falje, kjo pra është lumturia e vërtetë. Si mund të jetë i lumtur një njeri që vetëm smir ka, vetëm urrejtje ka, vetëm zili ka, vetëm don t'i bëj keq të tjerëve, vetëm do të sillet keq me të tjerët, i gjithë ditën është i nevrikosur, i gjithë ditën është nevrasenik. Ky s'ka lidhje. Nëse lumturia është në lindje, ky është në perëndim. Nëse lumturia është në tokë, ky është në qiell. Prandaj gjëja e parë që na del si detyrë është ne të kuptojmë në aspektin e skemës hyjnore që çfarë tregon Zoti, si njeriu mund bëhet i lumtur. Pikërisht këto, Zotin Naçi, sipas një studimi të Ligës Amerikane të Shkencave Sociale, edhe ky një studim para disa viteve, rezultonte se njerëzit besimtar, jo vetëm musliman, por edhe të feve tjera, rezultojnë si njerëzit më të lumtur, Zoti Aga. Dhe kjo fal kolektivitetit që kanë në adhurim, në ambientet sociale të tjerë. Rezultonte që njerëzit besimtar janë njerëzit më të lumtur në botë. Besoj kjo është dhe një nga defektet e shoqërisë sotme, që mundohen ta
gjejnë dhe arrin lumturinë në mënyrë vetjake. Ndërkohë feja na mëson se ai person që mundohet vetëm për veten, ai person që nuk ka një lidhje me kolektivin dhe komunitetin ku jeton, ai person nuk mund të jetë i lumtur. E vërtet. Shohim se njerëzit sot mundohen të arrijnë pasurinë vetëm për veten e tyre, vetëm për fëmijët e tyre, vetëm për fisin e tyre dhe vetëm për të afërmit e tyre. Ndërkohë feja na mëson të kundërtën. Feja na thotë që nuk mund të jetë një besimtar i mirë ai që nuk mendon për vetë atë që mendon për vëllain e tij, për besimtarin tjetër. Nuk mund të jetë një besimtar i mirë ai që flen i ngopur ndërsa komshiu i tij, fëmijë i tij është i uritur. Nuk mund të jetë një besimtar i mirë ai person që dëgjon që komshiu i tij, që i afërmit i tij ka një hall, një problem dhe nuk mundohet t'ia zgjidhte. Nuk mund të jemi të lumtur vetëm. Jemi të lumtur të gjithë së bashku. Edhe ka dhe adhurime, siç është muaji Ramazanit, që është muaji jo vetëm i mëshirës, jo vetëm është muaji i adhurimit personal, vetjak, por do thoya që sjell një dimension tepër ndryshe për sa i përket solidarizimit edhe shoqëror. Ku shikojmë që iftarët shtrohen për të gjithë. Nuk mund të jemi të lumtur vetëm në shtëpi ndërkohë që i afërm me ju nuk ka se çfarë të hajë. T'i hapim sofrën njëri tjetrit. T'i hapim zemrat njëri tjetrit. Ramadan, vetëm një gjë se më bëri përshtypje që sondazhi është që ato që besojnë janë më të lumtur se ato që nuk besojnë. Po. Jam dakord, po do shtoj diçka. Patjetër. Ato që besojnë ka një gabim të vogël, një lapsus për mua. Nga që jemi të fushës edhe e shikojmë çdo thotë besimtar. Janë shumë më të lumtur. Shumë më të lumtur. Pse? Për faktin se nuk është njësoj. Ajo është që në origjinën e saj. Një besimtar çfarë do thotë? Pse është i lumtur? Në fillimin, në parimin e saj. Ai beson që ky univers, i cili është madhështor, dhe shkencëtarët sa më shumë që e studiojnë atë mahnitën, është ky Zot i cili thot besimtarin dhe besimtarën time të ndershme, do ta mëshiroj, do t'ja largoj çdo breng, jam me të, jam në ndihmën e tij. A ka mundësi mos t'jesh optimist kur Zoti i cili me fuqinë dhe me pushtetin e tij krijoi me miliarda yje dhe galaktika dhe fuqia e tij është e pafundme, a nuk mund t'jesh optimist kur ti mendon që ndihma e tij është me ty? Kur ti mendon që Zoti, që një nga emrat e tij është i gjithfuqishëm, një emër tjetër është i gjithëpushtetshëm, një emër tjetër është i gjithëmëshirshëm, një emër tjetër është i dashur me krijesat e tij. Kur ti krijon një fizionomi, një panoramë të mendimit që ky Zot kujdeset për ty dhe ka mundësi që të t'i largojë problemet dhe hallet, patjetër je i lumtur dhe optimist. Kush është njeriu? Një njeri që se njeh këtë Zot kaq madhështor, si mund të jetojë vetëm? Pushon zemra vdes. Smuhesh je në shtrat. Kush ndihmon? Ku të shkon mendja? Mjeku dorëzohet. Çdo kush dorëzohet, familja tonë po nuk ka çfarë bën. Ka disa situata në jetë në cilat vetëm Zoti po ju drejtove, vetëm ai të jep shpëtim. Një moment tjetër i optimizmit është, si mund të jetosh normal? Unë nuk e kuptoj dot. Si mund të jetosh normal kur mendon që mbasi të mbyllësh syt në këtë botë, s'ka më vazhdim? Po zoti na çka edhe çka tjetër në fakt. Ne shikojmë shumë njerëz që pavarësisht se duket se besojnë, por përsëri nuk janë të lumtur. Kjo është një e vërtetë, këtë s'mund ta mohojmë. Në faktën, kjo është një minorancë. Minorancë, por është diçka që ekziston. Ne po flasim për atë që është globale, por megjithatë ka disa që është faji i tyre. Jo faji skemës hyjnore që ne folëm, jo faji Kuranit famlar. Është faji i tyre se e para. Nuk janë të qartë dhe nuk janë atë besimin e pastër. Siç ne edhe sot dëgjojmë që ka muslimanë të cilët nuk e kanë kuptuar drejt fenë e tyre, nuk janë të ditur në fenë e tyre, nuk janë tolerant në fenë e tyre, nuk i kanë kuptuar dimensionet e fesë tyre ashtu siç duhet, dhe vetëm ky është e vetmja minorancë e grupit tonë e cila nuk jeton në lumturinë dhe në mirësinë e kësaj feje kaq të bukur dhe kaq të këndshme. Prandaj nuk është defekti i skemës hyjnore, por është problemi i qenies njerëzore. Duke qenë i dobët, ka edhe shumë njerëz për shembull që ne i njohim. Ai e ka njohur Islamin dhe e kanë mbuluar veset dhe i thot sa fe e bukur, sa i dobët jam unë. Dhe ky njeri nuk është problemi tek feja. Feja është e gjitha mëshirë, është e gjitha dashuri, është e gjitha paqe, është e gjitha virtyt. Ku është problemi? Problemi është që individi është shumë i dobët. Ai që kur është rritur në karakterin e tij është formuar çdo gjë. Dhe ai nuk është në gjendje të praktikojë këto mirësinë të cilat zbritin në skemën dhe manualin hyjnor dhe prandaj ne shikojmë një minorancë që nuk janë aty ku duhet dhe për këtë arsye na vjen keq. Po zoti Aga, ti çka për të shtuar? Në fakt është kapërcimi i sprovave që hasim për ditë. Sepse ndoshta jo çdo besimtar i ka të kompletuar ato komponentë që ne thamë në fillim. Shpirtin, zemrën, trupin dhe mendjen. Të jesh një besimtar i mirë dhe i devotshëm, dhe i plotësuar aq sa të mos ndikohesh nga provat e jetës. Nuk mjafton të jesh vetëm besosh në Zot dhe të shkosh në xhami apo vetëm të shkosh në kishë.
por duhet të arsimohesh. Duhet të edukosh. Kur besojmë në Zot? Kur besojmë në Zot, do të thoya që ajo që tha dhe kolegu që ndjen se ka një fuqi të jashtëzakonshme që të mbështet në çdo hap tjetër. Është interesant se ne jemi krijuar. Ne kemi aq nevojë asaj që janë të pafundme. Nevojat e njerëzit nuk mbarojnë asnjëherë. Për këtë arsye, po të krahasosh njeriu para 100 vjetëve me njeriu e sotshëm, megjithëse kushtet janë katërfishuar më mirë, përsëri stresi ndoshta është shtuar edhe më shumë. Pse? Sepse ne kemi nevojë të jashtëzakonshme. Por në të njëjtën kohë, jemi edhe ndoshta më të dobët nga të gjithë krijesat e tjera. Pse? Sepse krijesat e tjera nuk mendojnë për të shkuarën. Krijesat e tjera nuk mendojnë për të ardhmen. Ndërkohë njeriu është i lidhur edhe me të shkuarën, edhe me të tashmen, edhe me të ardhmen. Kjo të shton atë që ne e quajmë stres, që është ndoshta edhe një nga shkatërruesit më të mëdhenj të lumturisë. Për një besimtar i mirë, i cili ka jetuar një jetë pa vese të këqija, i cili ka jetuar një jetë për cilën nuk ka peshmallëqe në jetë, i cili ka jetuar një jetë që nuk i skuqet fytyra kur ballafaqohet me të tjerët, me të shkuar një kalar hesabet është shumë rregull, për sa kohë që i bën teube Zotit dhe pendohet tek ai. Për një besimtar që ka besim se Zoti i tij, ai që i ka dhënë rrezikun dhe begatin deri në këtë kohë, ai do jap dhe për të ardhmen. Atëherë ai nuk mërzitet edhe për atë që do të vijë. Ndërsa një besimtar i cili është i dobët dhe nuk ka besimin e dur, çfarë bën? Merret me të shkuarën, mendon gjunahet dhe mëkatet e tij dhe mendon kohën e tij që ka kaluar bosh në këtë jetë. Shikon të tashmen dhe shikon dobësitë e tij që ka krahasim me të tjerët apo relatën që ka me Zotin. Por të njëjtën kohë ka një gjë shumë shqetësuese, që i mendon për të ardhmen. Çfarë do ndodhë me mua? Ku do ta fitoj ushqimin dhe ç'është më e rëndësishme, çfarë do të ndodhë në botën tjetër? Ai është Chelsea. Ai person që shikon që arritja e lumturisë në këtë botë do ta ndihmojë edhe për arritjen e lumturisë në botën tjetër, ai ka gjetur Chelsea në lumturisë, do thoya. Kur njerëzit mbështeten tek Zoti, ka shumë mundësi për ta gjetur, për të arritur këtë lumturi dhe ndodh që edhe në raste shumë edhe për gjëra shumë të vogla, për të mira shumë të vogla, njeriu për një vepër të mirë që ka bërë, njeriu ndihet i lumtur. T'ja vi shembull thjesht. Po, patjetër. Që thot ta besosh edhe ta njohësh Zotin. Që thot kesh mik kryeministri. Që thot njihesh me Obamën. Sot janë njerëz, kanë një pushtet madh dhe njerëzit e kanë ëndër vetëm ta takojnë një herë. Njerëzit e kanë ëndër ta njohin. Dhe ndjejnë veten që nuk i takon dot. Ai fakt nuk është kryeministri, por njeh kryeministrin, dhe ti se takon dot sepse është bërë mendje madh. Për shembull, imagjinojnë tani presidentin e madh superfuqisë botës Amerikës. Çdo thot, është një gjë e madhe. Çdo thot Zoti, i cili gjithë presidentët e botës janë vetëm një atom në krijimin madhështor të tij. Atëherë si mund ta ndjejë njeriu veten? Ne që jemi teolog, ne shpeshherë na vjen keq. Nuk ka fatkeqësi më të madhe Ramadan. Të lindësh, të jetosh për disa vite, të vi çasti që të vdesësh dhe mos ta njohësh të madhin Zot. Mos ta kuptosh që ai të krijoi për të mëshiruar. Të kaloj gjithë jeta mos ta shkletosh një herë Kur'anin famlar. Të kaloj gjithë jeta mos të falësh asnjëherë. Të vi koha agjerimit dhe të bësh ironi. Thush si këto muslimanë ta agjerojnë gjithë ditën. Është fatkeqësi e madhe. Dhe neve me të gjitha forcat, të gjitha mundësitë, ndoshta ky emision do të bëhet një shkak që njerëzit kuptojnë që nuk mund jetohet pa Zotin. Është dhuratë më e madhe, është nderi më i madh që ai na thret neve ta besojmë, ta afrohemi tek ai me vepra të mira. Përse për këtë do të rikthehem tek pyetja që e bëra pak më parë. Çfarë ndikimi kanë veprat e mira tek lumturia e njerëzve? Pasi ndodh shpesh që për një të mirë që i bën dikujt, ndihesh i lumtur. Ka një themel. Në Islam ka një themel kuranor. Për një njeri që e shkleton Kuranin nga fillimi deri në fund, do të gjejë një formulë. Formula është që thret Zoti i gjithësisë nëpërmjet librit të Kuranit, thotë: "Më besoni thellësisht mua dhe ndërtojeni jetën me gradaçelën e veprave të mira." Dhe ne të jemi të qartë nga fillimi deri në fund. Mund vjen turp ndonjëherë kur përmendet Islami, përmendet ndonjë Bin Laden, përmendet ndonjë terrorizëm, për ne që jemi teolog, qeshim. Dhe i gjithë Kurani është e turpshme fare, po s'ka problem. S'ka problem, e kisha fjalën që esenca, thelbi i këtij libri të shenjtë që quhet Kurani famlar është dhe Zoti na thret qartas, dhe asnjëri nuk mund të afrohet tek ai. Ka kritere. Çfarë kriteresh? Ne duhet të plotësojmë kriteret që të ishim NATO. Plotësojmë kriteret për liberalizimin e vizave. Kritere, nëse si plotëson nuk të njoh. Duhet të plotësojmë kriteret për integrimin në BE. Duhet kriteret të afrohesh ke i madhi Zot. Kriteret të cilat vendosi Zoti i gjithësisë për njerëzit janë dy. Besimi i thellë në madhështinë e Tij, në gjithfuqishmërinë e Tij, në madhështinë dhe pushtetin absolut të Tij, dhe në të njëjtën kohë ta ndërtosh jetën me vepra të mira dhe të kërkosh falje dinjitoze kur ti bën mëkate.
Kjo të bën që e para të afrohesh tek Zoti dhe Zoti nëpërmjet këtyre dy sebepeve dhe shkaqeve vendosi që do të jetë njeriu i lumtur apo jo. Kurani thot të mirët janë në lumturi, të këqijt janë në shkatrim. Unë ja dhuroj gjithë makinat më të bukura të botës dikujt. Gjithë numrat e llogarisë së bankës dikujt. Gjithë pushtetet e botës dikujt dhe të garantoj që nëse s'do të besoj thellësisht sunduesin e gjithësisë dhe nuk do ta ndërtoj jetën me vepra të mira, të gjitha ato nuk i vlejnë. Ose pse të gjitha do t'i lër këtu dhe po këngëtarja para 2 javësh, një nga këngëtarët më të mëdha angleze, me një zë brillant dhurat Zotit që asnjëherë se kuptoi nga fillimi deri në fund që ja kishte dhënë Zoti, vrau veten. Ideja ishte që ajo duhet të fluturohet nga lumturia dhe gëzimi, gjë e cila nuk arriti pra se nuk është brenda manualit. Po zoti një mangësi tjetër ndoshta të shoqërisë moderne është mospasja e një shembulli të mirë. Shpesh herë flasim me ata që kanë fëmijë dhe kanë një brez për të rritur dhe për të edukuar. Shpesh herë gabohen. Ka nga ata që japin shembull një këngëtare. Kemi shembull që vrau veten. Ka nga ata që japin shembull një sportist, një futbollist. Ai çfarë bën? Ndoshta për pak kohë shkatërrohet jeta familjare dhe kthehet nga një shembull ideal, kthehet në shembullin më të keq që mund të jepën në shoqëri. Feja na mëson që ka një shembull të kësaj lumturie, për cilin qofse ndjekim jetën e tij, qofse ndjekim parimet që ai ka sjellë, dhe po të shikojmë moralin e tij, atëherë ne do të gjejmë lumturinë në këtë botë dhe rrjedhimisht dhe lumturinë në botën tjetër. Dhe është jeta e krenarisë njerëzimit, e profetit Muhammed, paqja dhe shpëtimi i Zotit qoftë mbi të. Zoti Aga, ju pak më parë tha që njerëzit gjejnë lumturinë tek ajo ndihma që japin njëri tjetrit. Por kur nuk kanë mundësi për të ndihmuar, ç'mund të bëjnë ata? Si mund të ndihmojnë kur nuk kanë mundësi? Është një shprehje që rastisim jo rrallë sot tek njerëzit. Filani jep sepse ka. Zoti Ramadan, lidhim me këtë na hasemi shpesh. Sidomos kur i predikojmë njerëzve për të ndihmuar njëri tjetrin dhe për të ndihmuar komunitetin e tyre fetar. Dhe direkt pyetja që vjen është ajo që thatë dhe ju, që filani jep se ka, po unë nuk kam se çfarë të jap. Por feja na mëson diçka ndryshe. Feja na mëson që të ndajmë çdo gjë që ne kemi. Të ndajmë dhe mendimin tonë të mirë. Profeti Muhammed, paqja dhe shpëtimi i Zotit qoftë mbi të, jep një këshill që ndoshta do të thojë që do të ishte receta e lumturisë dhe antidepresionit sot. Ku thot? Mos e shikoni thot buzëqeshjen si diçka të vogël. Buzëqeshjen njëri tjetrit, sepse ajo është si sadaka dhe si lëmosh. Dhe shikojmë një shok të tij që thotë që pas e kam takuar për herë të parë dhe deri në fund të jetës time, asnjëherë nuk e kam parë profetin me fytyrë të vrentur dhe jo të buzëqeshur. Në qoftë se ne do ta shikojmë çdo punë të mirë në jetën tonë, qoftë një buzëqeshje, qoftë edhe një përkëdhelje flokësh një jetime apo një djalë në lagje, qoftë edhe ndarjen e asaj që na ham në darkë. Nuk ka rëndësi që të jetë se s'bën një se thuash një sofër tepër gjigante dhe sofër luksoze. E rëndësishme është që të ndajmë atë që kemi me tjetrin. Qoftë kjo një buzëqeshje apo edhe lutje e mirë. Lutje do të thoja, edhe lutje që bën për njëri tjetrin shërben në formimin e lumturisë në komunitet. Zoti Naçi, diçka për shtuar? Është aq e saktë, aq e vërtetë sa nëse zbëhet, pastaj ka disa njerëz që rrin vrentur të trembin. Edhe sikur ti je më i lumtur në botë dhe më optimisti, nuk të japin dashuri dhe ngrohtësi. Prandaj profeti, siç u theksua, thot buzëqeshni se ajo është lëmosh. Pra siç mund ndihmosh një të varfër, nëse njerëzve i buzëqesh dhe i dashur, i lirshëm me to, është sikur të kesh ndihmuar një të varfër. Thuhet se lumturia i përfshin të dyja botat. Ç'mund të themi për këtë? Kjo është thelbi i fesë. Ka një koncept të mbrapsht, do të thoja unë, vjen nga padituria, se edhe bllokimi i fesë në sistemin që kalon shumë paqartësi, shumë paragjykime. Dhe mendohet që një besimtar duhet të punojë vetëm për botën tjetër dhe nuk duhet ta shijojë fare jetën e kësaj bote. Kurse e vërteta është që një besimtar, Zoti i gjithësisë e ka mësuar atë që t'i fitojë të mirat e kësaj bote dhe t'i fitojë pafundësisht përjetësinë e botës tjetër. Dhe Kurani famlar thot, kush i ndaloi të mirat që unë i krijova për njerëzit e mi besimtar. Dhe neve jemi të urdhëruar që çdo të mirë të kësaj bote ne ta përvetsojmë maksimalisht. Dhe çdo gjë të ndaluar dhe të keqe, sa si gjë Zoti s'e ndaloi, vetë kur është e keqe, sa i na don të mirën neve. Dhe çdo gjë të keqe ne ta ndalojmë për të mirën e vetes tonë, se edhe nëse ne nuk e ndalojmë, ai po Zot mbetet. Esenca që vjen, sepse njerëzit e kanë shqiptarët pak të theksuar që do të japin mend dhe pa ditur. Dhe bëjnë gabimin, thonë një ndeshje futbolli ka vetëm një pjesë. Ne i themi jo, ajo ka dy. Dhe ne i themi pastaj që
Janë dy botra, nuk është një. Kjo që jemi këtu është vetëm një. Kur mbyllim syt, kalojmë tek ajo bota tjetër. Dhe nuk ka gjë më të këndshme dhe nuk ka gjë më të bukur se sa njeriu me të vërtetë të arrit fitoj jetën e kësaj bote të mirat e pafundme që ka kjo botë, po të fitoj në veçanti parajsën, fitoren e përjetshme që është botën tjetër. Dikush do thotë, sepse populli jon akoma është në klasën e parë dhe nuk ka njohuri ndoshta shumë për këtë, por problemi është që duke u rritur në informacion do të kuptojë që ka edhe një botë që na pret që është e përjetshme. Ajo është shumë e bukur. Ne besimtarët për ta mbyll çdo falje që bëjmë 5 herë në ditë themi Zoti i gjithësisë na jep të mirat e kësaj bote edhe të mirat e botës tjetër. Zoti Aga, në përgjithësi ka shumë njerëz të cilët mundohen ta gjejnë lumturinë, qetësinë tek vese të ndryshme, tek pirja e duhanit, përdorimi i pijeve alkolike, i lëndëve narkotike etj. Ç'mund të theme për këtë? Feja islame ka sjell një botkuptim komplet ndryshe në lidhje me mëkatin, dhe do të thoja edhe në lidhje me veset që ju përmendët. Në qoftë se më parë përdori shprehja mos i kryeni këto vese, feja jon, feja islame ka sjell një term tjetër, ku thotë mos ju afroni këtyre. Që në fillim, që në mos afrimin në këto vese të këqija. Do të shikojmë se kjo do të na shërbej në mbarvajtjen e një jete normale dhe të lumtur. Kjo botë, ashtu siç përmendi dhe kolegu, shikohet si ara e ahiretit, ara e botës tjetër. Çfarë do të mbjellim këtu? Atë do të korrim atje. Fara e cilës është besimi dhe për të arritur këtë farë janë veprat tona të mira. Për sa i përket veseve të këqija, ajo vjen nga besimi i dobët. Njeriu kur largohet nga destinacioni që duhet shkojë, sa më shumë të ecë, aq më shumë do të largohet nga ajo. Kur nuk kemi drejtimin e duhur se ku do të shkojmë, sa më shumë të ecim, aq më shumë do të largohemi. Në qoftë se destinacioni ynë, ajo që ne mendojmë dhe presim, nuk është besimi në Zot, nuk është relata jonë me Zotin e gjithësisë, atëherë do të shikojmë që ajo do të na fusë edhe më shumë në stres. Për shembull, ata që nuk e dinë, ose ndoshta nuk e kanë provuar, apo ndoshta i vjen vështirë për veten e tyre, mundohen ta gjejnë lumturinë në para. Por kemi shembuj të mëdhenj që paraja nuk sjell lumturi. Pasanikët më të mëdhenj të botës që kanë qenë para 100 vjetëve nuk janë më sot, janë poshtë tokës. Ka nga ata që mundohen ta gjejnë jo në familjet e tyre, po jashtë tyre. Kush mundohet ta gjejë prehjen shpirtërore dhe lumturinë jo në familjet e tyre, po në vend tjetër, ata do përballen me humbje dhe do përballen me stresin e madh dhe me depresionin. Përse përket lumturisë familjare, si nuk mendojmë sot në ditët e sotme në shoqërinë tonë për një lumturi familjare, kur shikojmë një numër kaq të madh divorcesh dhe kur institucionin e familjes së një çifti të celebruar po e zën çiftet që bashkëtojnë. Fatkeqësisht do thoya që është pikërisht ajo kërkimi i lumturisë në vendin e gabuar që po i shtyn njerëzit në këtë fazë. Preja e lumturisë, burimi i lumturisë është, ndoshta do të thoya, fillon në një familje të shëndosh. Ai që ka një bashkëshort dhe një bashkëshorte e cila mbështet dhe i qëndron pranë atij dhe asaj në çdo çast. Qoftë çast lumtur apo jo, qoftë në vështirësi apo në lehtësi. Ai do të gjejë lumturinë. Ata çifte, ata njerëz, të cilët i shmangen përgjegjësive, ata çifte dhe ata njerëz që në pengesën e parë, në sprovën e parë të kësaj bote rrëzohen, patjetër që do të vijë ajo që quhet divorc. Por martesa, ashtu siç është burim lumturie, ka dhe sakrificën e saj, për cilën ne duhet të jap forcën e tij dhe me shpresën tek Zoti, duke lutur atij, besojmë që një familje shëndosh do të ishte themeli një shoqërie të shëndosh dhe themeli një shoqërie që të bëhet e denjë për të shkuar në parajs, në botën tjetër. Zoti Naçi, diçka për të shtuar mbi këtë pikë, është një temë mjaft e debatuar, mjaft e rëndësishme sot për shoqërinë. Është një fenomen social i tmerrshëm, po duhet të mësohemi me tokën tonë. Dhe nuk duhet të synojmë tokën e tjetrit. E thënë, s'ka ishte metaforë, e thënë në një formë tjetër është që duhet të largohemi nga murgëria dhe nga pasioni i tmerrshëm që të ruajmë familjen tonë. Familja ka nevojë për përkushtim dhe familja është bërthama e shoqërisë që të ndërtohet një shoqëri. Për këtë arsye ajo ka nevojë për të gjithë investimin tonë që ta ruash atë. Sot njerëzit janë dhënë shumë mas pasioneve, mas veseve, ndoshta deri diku edhe varfria mund të kryejë rolin e saj dhe realiteti është që familja është në krizë, lutim Zotin që njerëzit të afrohen më shumë me besimin dhe ta ruajnë atë sepse ai është me të vërtetë e shenjtë.
Të dashur miq, ne kemi shumë emaile të dërguar të ardhur në adresën tonë, në postën tonë elektronike. Unë kam disa pyetje që kanë ardhur, do t'ia drejtoj zotrinjve teolog këtu në studio. Është një teleshikues i cili drejton një pyetje. Ju flisni për lumturinë e cila thot është e vështirë për t'u arritur. Unë kam 6 muaj që nuk flas me vllain tim për arsye pronash. Ç'mund të bëj për këtë gjë? Një pyetje disi që haset, një fenomen që haset në ditët e sotshme. Do të thoya aktuale. Aktuale, mjaft aktuale. Por në anën tjetër do të thoya që do të vijë një ditë ku nuk do të na hen punë ajo tokë që kemi marrë me padrejtësi tjetrit. Dhe është e rëndësishme që bashkëdhetarët tanë, qytetarët tanë, shqiptarë, në këtë kohë kur shikojmë shumë kriza në lidhje me pronat, me tokat e tjerë, ta dinë që feja na mëson që e jetuara në halal sjell gjithmonë lumturi dhe një grimc haram, një grimc jo e lejuar, që ne fusim në sofrat tona. Nuk do të shkatrojë vetëm lumturinë tonë personale, por do të shkatrojë dhe lumturinë e të gjithë pjesëtarëve të familjes tonë. Ajo që unë do i lutesh të gjithë këtyre personave që grinden për arsye materiale, do i thoja që nuk ja vlen. Është një kohë shumë e shkurtër që ne po kalojmë në këtë botë. Nuk ja vlen që të ndahemi nga njëri tjetri. Nuk ja vlen që të prishim atë lumturi familjare që ne kemi. Nuk mund të jemi të lumtur nëse s'kemi të lumtur edhe vllajën tonë në rastin konkret. Unë mendoj që një punë mund të bëj edhe ai që është marrë toka, ndoshta duke falur atë për hir të botës tjetër, sepse ja vlen. Por në anën tjetër ajo që i takon më shumë është atij që ka marrë padrejtësi tokën në rastin konkret, por edhe atij që bën padrejtësi në përgjithësi. Një tjetër pyetje që vjen nga teleshikuesit ka të bëjë me ngjarjet e fundit në Norvegji. Si do t'i komentoni këtë? Për ngjarjen e fundit, të viktimave të fundit. Me thënë drejtën, ishte një tronditje për gjithë ne, që tregoj edhe një herë që terrorizmi nuk ka fe dhe nuk ka komp. Ka një problem të vogël, do të thoja, se ne jemi shumë tolerant dhe i mirë kuptojmë, po pa u zbardh kush e bëri, pa u zbardh akoma, shumë njerëz autoritarë, po edhe media serioze thanë kanë bërë muslimanët. Absolutisht nuk mund të ketë një lidhje të tillë, po jo, ajo nuk diskutohet, sepse atë e sqaruam gjatë gjithë emisionit, po shikoj një lloj. Kjo nuk mund të jetë diçka me besime të jashtme, fe të tjera, sepse fet nuk urdhërojnë. Çudia e parë është që i mveshet Islamit diçka që s'ka lidhje. Pa ardhur argumenti dhe pa u parë çështja ashtu siç duhet. Disa që nuk më kanë pëlqyer janë munduar të janë veshin sikur ishte një kristian. Apo këtë vepra e bëri duke u bazuar tek feja kristiane. Do të thoja, feja islame, feja kristiane dhe çdo fe tjetër qiellore, si don që të jetë situata thret vetëm për të mirën dhe për atë që është e këndshme. Janë fe të paqes. Ska të paqes, të mëshirës, të begatisë, të tolerancës dhe të udhëzimit të njerëzimit në virtyt dhe në veprën e mirë. Kjo është si për fenë islame, po edhe atë që kemi studiuar për fenë kristiane, është prezente që këto fe madhore në botë nuk kanë asnjë lloj lidhje jo me terrorizmin, po as me një lloj vesi i cili lidhet me natyrën njerëzore. Për këtë arsye do të thoja që do t'ja vetëm një shembull dhe do ta mbyll. Njerëzit kanë një gabim, qoftë për fenë islame, qoftë për fenë kristiane. Është një makinë shumë e bukur, po njerëzit mahniten me të dhe thënë sa shumë e bukur. Hypën të një shofer që nuk është i aftë, nuk është profesionist dhe nuk ka patent. Mbasi ecën pak ai përplaset. Dhe njerëzit, dhe kështu duhet jetë, thojnë sa shoferi i keq dhe sa makinë e mrekullueshme dhe e bukur. Të merrin dot me çështjen e fesë. Feja islame, një mrekulli, një perlë hyjnore e zbritur nga Zoti për të mirën e njerëzimit, del një musliman i mbrapsht, për shembull, apo edhe feja kristiane, del një kristian i mbrapsht. Dhe njerëzit çfarë thojnë? Sa musliman i keq dhe sa feja e keqe. Jo pra, se feja dhe makina ishin të bukura, kurse një musliman apo një kristian mund bëjnë ndonjë gabim, e rëndësishme është që themelet e kësaj janë paqja dhe mirësia. Kemi arritur në fund të këtij emisioni, unë do të doja të merja 2 mesazhe nga ju, zoti Aga, cili do të ishte mesazhi juaj? Mesazhi im do të ishte ai edhe që e zauruam gjatë emisionit që në këtë botë ja vlen që të jemi të lumtur. Dhe për të qenë të lumtur, besoj se duke qëndruar larg atyre veseve, dhe duke besuar në Zotin një, duke dashur njëri tjetrin, duke shtuar dashurinë dhe respektin mes njëri tjetrit, duke shtuar harmoninë mes njëri tjetrit, duke futur besimin dhe dashurinë edhe në familje dhe në çerdhen e lumturisë së një komuniteti,
besoj që ky muaj i Ramazanit, qoftë një fillim i mirë për të gjithë ata familje që kanë patur probleme gjatë vitit dhe qoftë një fillim i mirë për të gjithë ata persona që mund të kenë patur strese apo mund të kenë qenë larg lumturisë. Zotin Naçi, shkurtimisht një mesazh edhe nga ju. Kam një lutje se po vjen koha e iftarit, një gëzim i madh për çdo agjërues dhe agjëruese. Lut Zotin që ti lumturoj dhe ti kënaqë gjithë muslimanët, por kërkoj edhe diçka. Gjithë ata që po na shikojnë, i lutem sepse ka një lutje që nuk kthehet në kohën e iftarit, kur vjen ajo që hapet ajo tryeza dhe ti gjithë ditën në emrin e Zotit nuk e ngrën dhe ke pirë. Është një lutje që nuk kthehet mbrapsht. I kërkoj atyre të na përfshin dhe neve në lutjet e tyre. Në fakt, të nderuar teleshikues, kemi diskutuar sonte rreth lumturisë, pata dy të ftuar mjaft special. Faleminderit zoti Aga, faleminderit zoti Naçi. Shpresoj të kemi edhe në për emisione tjera. Unë uroj të gjithë të keni një lumturi si në këtë botë, ashtu edhe në botën tjetër. Ndërkohë që u lënë në shoqëri një ilahie të kënduar nga Suada Zeneli dhe Marsita Selmani, unë ju lë takim nesër mbrëma në të njëjtën orë. Agjerim të mbar të gjithë ju që agjëroni. Natën e mirë dhe mirupafshim.